Natën që Egli Tako u rikthye në shtëpinë e Big Brother VIP 4, ajo pa në spektakël një klip ku Gjesti thoshte se sapo të dilte nga shtëpia do të zhdukej dhe Egli nuk kishte për t'ia parë suratin. Sonte në Prime, Gjesti dhe Egli Tako kanë parë një klip, ku mes të tjerash ka qenë edhe ai momenti ku Gjesti ka thënë këtë deklaratë. Pasi përfundoi klipi, Gjesti u pyet nga Ledioni lidhur me këtë deklaratë të tij. Ato fjalët do zhdukem një kam thënë pas debatit për nishanin, si çdo çift që debaton kështu ishte dhe mes nesh. Sa i përket postimeve. Kam dyshuar te Egli, tha Gjesti.